Unë këtë e kam trajtuar, unë e di edhe nga rrjedhë kjo pyetja jote, se unë e kam për shembull shtëpia në fund të fshatit, e ku ta di unë, ku edhe mua më ka interesuar kjo, se pse ne... Se rreshtoni me... Pse ne, për shembull, njeriu i jon kur bëhet i pushtetshëm, flas për shqiptarin në Maqedoni, me njerë edhe bëhet nga pak edhe i pamoralshëm, i pa besë, a përkundrazi. Ne lëvdohemi se vim nga një mjedis ku morali është i lartë, edhe është ku besa është besë, po derisa nuk vjen, apo unë atë që e them ndonjëherë edhe në formë edhe ma të vrasht, them shqiptari është shqiptar në Maqedoni derisa nuk bëhet ministër, se në çastin kur bëhet ministër ai ma nuk... Pse vjen kjo? Ndoshta pse ne plas tashti për shqiptarët e Maqedonisë, ne jemi edhe si popull i parealizuar. Edhe shumë e vështirë ti që si te individi i parealizuar, që nuk është realizuar, që nuk ka dëshëruar në rini, që nuk ka pas makinë derisa ka qenë i ri, edhe kur ja jep ti këta për një herë në një moshë 40 vjeçare, ai të parën që bën ndahet nga gruaja. Se mendon se duhet tashti është më i bukur që e duan shumë. Ai atej derisa nëse deri atëherë ai ka shëtit vetëm me gomarat ja jep auditetshën, është shumë vështirë atë ta kontrollosh. Edhe kështu që unë mendoj se kjo ka të bëjë me këtë. Pastaj ka të bëjë edhe me atë se prej nesh është kërkuar gjithmonë që jemi shumë të përdorshëm për sunduesit, edhe prandaj ne kemi qenë shumë të përshtatshëm për sunduesit, se ne gjithmonë kemi është dashur atë që unë edhe kam shkruar disa ese, që ne në një farë mënyre jeni qerizmi të ne shqiptarët nuk ka përfunduar me shkatrimin e perandorisë osmane, por ai ka vazhduar edhe tutje, se ne edhe në kohën e Jugosllavisë duheshte njerë të bëjmë një shërbim për sunduesin, duheshte ndonjë bile edhe të shkruajmë në gjuhën maqedonase apo serbe, që pastaj të shërbejmë pak edhe kulturës edhe gjuhës tonë. Domethënë, edhe kjo është diçka që mbetet në mendjen e njeriut, që vulloset në mendësi, vulloset në mënyrën e të menduarit, se ne duhet, edhe ju nëse e vëreni në Maqedoni, për shembull, shumë më lehtë shqiptari e shan shqiptarin se sa që ajtë mos e me shan e kritikon një Maqedonas. Apo e ketë atë ndjenjen se që të jesh, gjithmonë ne duhet jemi objektiv. Gjithmonë ne duhet kujdesemi që mos të irritojmë tjetrin. Pse? Pse gjithmonë në një farë mënyre jemi konsideruar ne ai i damshmi, ai që destabilizon, ai që se tjetri nuk ka pas nevojë të dëshmohet, për shembull se sa është ai për atë mjedis, sa kontribon. Ne gjithmonë është dashur që të dëshmohemi se jemi të mirë, se nuk jemi të këqij, se ne sa ulemi me atë të huaj, ne e dim se ai na sheh nëpërmjet syzave si të keqin, si që e shiqohet i keqi. Dhe ne me njerë shkojmë të mobilizuar se duhet të dëshmojmë se jemi të mirë, se nuk jemi ne atë që ata mendojnë, që destabilizojmë, që urrejmë, që jemi tegër, që këtë. Edhe kjo ka të bëjmë ande edhe me këtë që mundohemi të jemi atë që ata do donin të jemi, ajo atë që jemi. Ne ende nuk kemi çliruar nga ajo që të jetojmë të atill si që jemi edhe ai që jemi. Ne bëjmë çmos që sa më shumë të na pëlqejnë të tjerët, që e them unë atë. Ne në Maqedoni bëjmë çmos që të na pëlqejnë maqedonasit.